Ashtu, pak më parë e përmendën ndoshta qeverisjen e zotrit Thaçi, e the koha e artë. Pse pikërisht po quan si koha e artë atë pjesë? Përveç pavarësisë, që është amaneti më i madh që është përfunduar për dëshmorin valet të luftës, veteranë dhe gjithë djesën e popullit që ka ardhur deri në këtë rezultat, që jemi krenar që Hashim Thaçi e ka lexuar deklaratin pavarësisë dhe është angazhuar që të ketë pavarësi dhe të ketë njohje ndërkombëtare, sigurisht e ka marrë Republikën e Kosovës me një buxhet mjaft e vogël dhe ka arrit me ndërtu autostrada me kilometra. Ka arrit me ndërtu shkolla, ku ato shkolla ne e dimë që fëmijët tonë kanë mësuar nëpër baraka, kanë mësuar pa nxemje, kanë pas shumë problem me infrastrukturë shkollore. I ka arrit pagat në atë kohë që realisht ka një mirëqenie më të mirë dhe sigurisht që këtu rezultate e kanë ndryshuar dhe edhe perspektiven e gjithë Kosovës që me studie duke antarësuar në organizatët ndërkombëtare, sikur Femeneja, në organizatat e tjera, që tashme jemi krenar që edhe Kosova luan, domethënë ndërkombëtarisht si futboll dhe kështu me radhë. Besoj që puna dhe angazhimi i një qeverie është t'ja hap dyert çdo qytetarit e veçanti Kosovës. Ashtu, deputet, faleminderit shumë ose përfund nëse ke edhe diçka për me shtu. Po, unë realisht du me falenderu njëherë për këtë intervistë të veçantë, sepse për neve është e rëndësishme me komuniku edhe përmes mediumit ju, që është shumë i respektuar edhe në Ferizaj dhe në Regionin 05, dhe në këtë aspekt me tërgu qytetarëve dhe me kërku. Ja kemi dhënë mundësinë si qytetar me vendos për vendosjen dhe për Albin Kurti. Dhe ai nuk i ka realizuar premtimet e veta. Çka po pret më shumë? Agim Aliu e kemi po që është kryetari i suksesshëm, që është i Partisë Demokratike të Kosovës. Ai e ka dhe vështirë me realizu projektet duke i pengu këta në qeveri. Është koha që edhe qytetarët e Ferizajt të rrisin mbështetjen më të madhe për Partinë Demokratike të Kosovës në këtë zgjedhje, që edhe Ferizaj të ketë mbështetje për projekte të mëdha, që ka realizu edhe Agim Aliu pa një mbështetje nga qendra, sepse është e turpshme se si një qeveri i selekton komunat vetëm se nuk i ka besimin. Ndërsa ne i dimë shumë mirë që besimin e qytetarëve kanë edhe nga niveli nga Ferizaj për nivel qendror. Por nuk i kanë kthy në investime, fatkeqësisht i kanë kthy në bllokim të projekteve për komunën e Ferizaj. Ashtu, mërgeme njerë, faleminderit shumë, ishte vërtet kënaqësi që pranove emisionin 05. Kënaqësia është ime. Faleminderit shumë, respekt. Në emisionin 05 ishim në sheshin e Ferizajt me kandidatin nga Partia Demokratike, Mërgjem Lushtaku.